Përshëndetje dashur shikues, mirë që keni ardhur në podcastin Rrëfimi juaj Zgjedhje 2025. Do të jemi bashkë në një podcast maraton ku pjesëmarrës do të jenë patjetër individ të cilët janë kandidat për të bërë deputet në Parlamentin Shqiptar të zgjedhjeve të vitit 2025. Në këtë podcast kam nderin të kem një djalë të ri, një djalë i cili është i njohur jo vetëm në rrethin e miqësisë, por dhe më tej lidhur me kreativitetin e tij dhe pozitivitetin i cili e rrethon. Bëhet fjalë për Ledian Ahmati. Zoti Ledian, ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që u bëre pjesë e këtij podcasti. Juve jeni duke kandiduar për deputet në nismën Shqipëria bëhet. Do të thosha nën siglën. Nën siglën. Po. Atëre. Po, unë jam prej disa muajsh në kryesinë e Düsseldorfit, antari kryesisë Düsseldorfit, që kemi bërë goxha punë. Ndjek Adriatik Lapajin, edhe lëvizjen Shqipëria bëhet gjatë gjithë kohës që është regjistruar ose ushtron aktivitetin e saj politik. Cila ka qenë shkaku që ju shtyu që të kandidoheshit për deputet në qarkun e Elbasanit? Nuk e prisja faktikisht që do zgjidhesha për kandidat për qarkun e Elbasanit, por kur më bë ftesa, nuk e mendova dy herë. Gjithmonë këtë qark, Shqipërinë, i kam ruajtur gjatë gjithë kësaj kohe që jam në emigrim në zemrën time dhe sigurisht që pranova. Ishte një vlerësim edhe një nderim për mua, gjithashtu edhe një vlerësim i punës që kemi bërë si kryesi në Düsseldorf. Si e shikoni Elbasanin? Keni pothuajse 30 vite që jeni larguar, pa çka që keni ardhur, keni ikur, po tashmë që jeni duke kandiduar dhe si deputet, i shikoni besoj dhe më thellësi të themi kështu problematikat në të gjithë qarkun, jo vetëm në zonën ku juve në zonën e vendlindjes. Si e shikoni? Jo vetëm Elbasani, por gjitha zonat, ndihet ajo boshatisja, ikja, emigrimi masiv që ka ndodhur këto vitet e fundit. Por njerëzit kanë akoma shpresë. Kanë shpresë pikërisht tek lëvizja jonë, Shqipëria bëhet. Zonat rurale janë më të prekura dhe aty ndihet thellë kjo ndjesia e boshatisjes, e ikjes, mungesa e zërave, të fëmijëve, shkolla të mbyllura. Është shumë gjëra të tjera. Ndihesh shumë keq të shkosh në zonat rurale. Është një keqardhje. Do të themi që qarku i Elbasanit, pothuajse si gjithë Shqipëria, ka pasur një val largimesh, por si duket fushata? Pa çka që është gjithmonë e tensionuar, po juve si e shikoni, mbas është dhe fushata juaj e parë? Të dyja partitë, si ajo në pushtet edhe Partia Demokratike, përdorin metodat e vjetra për të bërë santazh edhe për t'i friksuar njerëzit. Por besoj se njerëzit këtë fushat e kanë vrarë frikën, këtë e kanë parë qartë në Berat. Ishte plot bulevardi. Në Berat? Po, në Berat ishte plot bulevardi edhe nuk e prisja që do kishte kaq shumë njerëz në Berat. Duhet themi që është e vërtet që një pjesë ndjen të friksuar edhe pa i shantazhuar, sepse gjithmonë i tremben një kërcënimin në të ardhmen. Për shembull personat të cilët e kanë fëmijët e tyre në punë shtetërore apo diçka të tillë dhe janë gjithmonë të trembur. Por çfarë lexoni më shumë tek syt e njerëzve ku vini u takojnë? Kjo qëndron që ata ndihen të friksuar. Edhe jo direkt, po indirekt. Për shembull, kur i takon në rrugë, nuk ka shumë biseda, nuk ka shumë pyetje. Në qoftë se i takon në një ambient të mbyllur që janë 2 ose 3 persona rreth shoqërie, atëherë ata kanë një listë të gjatë pyetjesh, si edhe urimet janë të përzemërta. Shikon atë buzëqeshjen, po shikon edhe atë shpresën për ndryshime. E duan, e kërkojnë ndryshimin. Edhe gjithmonë në ambiente të mbyllura jam më të çliruar nga frika. Juve keni edhe një biznes të cilët ju jeni dhe sipërmarrës, të themi kështu në Gjermani.
Si pa menaxhoni kohën, domethënë tu fushat atje biznesi, është pak e vështirë. Unë si person karakterizohem nga qëtërsia, edhe një njeri i dashur dhe i butë. Nuk jam vetëm punëtorët e mi, po jam pjesë e jetës time. Më kupton? Edhe kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë, edhe kam edhe një dorë të fortë ndihme nga ata që ndodhen në këto moment në Gjermani. I falenderoj gjithsesi. Jeni si një familje e madhe të kështu. Po, ka djemë që kanë ardhur në punë edhe që nga mosha e vogël, 15 vjeç. Sot kanë 2 fëmijë, edhe ndodhen akoma aty, jemi si një familje e madhe. Duhet të pyesit të kthehemi sërish tek fushata. Sa rëndësishme është vota e diasporës për juve? Vota e diasporës është decizive për nismën Shqipëria bëhet. Faktikisht e gjithë fushata jonë ka filluar pikërisht aty, tek diaspora. Edhe mbështetja e tyre është shumë e fuqishme dhe gjithmonë na ka dhënë shpresë për të ecur përpara edhe marrshkas. Në këtë moment i falenderoj përzemërsisht edhe t'ju them që ne do t'ja dalim. Cili është programi juaj në cilën keni folur me qytetarët e Elbasanit? Programi jon është ka një larmi të veçantë dhe shumë llojshmëri ligjesh të shteteve të ndryshme. Për shembull, ne për qeverisjen vendore kemi marrë shembull nga Zvicra. Për qeverisjen, për politika sociale kemi shembull nga Hollanda. Për bizneset ose arsimin kemi një shembull të mirë në Gjermaninë. Për politikat e turizmit, Greqia, Italia, Spanja janë vende të suksesshme, sigurisht që ne mësojmë shumë nga partnerët tanë. Është shumë tjera. Pra programi juaj është pothuajse një program evropian duke marrë nga të gjitha vendet të themi kështu të Bashkimit Evropian, se kush mbahet për sigurinë, se kush për kulturën, se kush për bujqësinë, dhe duke sjellur një frymë europiane të themi kështu në Shqipëri. Gjithmonë si ne kryesi Düsseldorf, si edhe kryesia në Tiranë, mendojmë që Shqipëria meriton më të mirën. Edhe ne kemi marrur politikat më të mira evropiane për t'i përshtatën në realitetin shqiptar, për të bërë më të mirën për Shqipërinë, edhe besoj se do ta bëjmë. Cili mund të jetë armiku më i madh i shqiptarëve aktualisht? Armiku i shqiptarëve janë vetë ata. Guximi. Kur shqiptarët guxojnë, atëherë ka mundur edhe frikën edhe armikun. Nuk ka fuqi më të madhe se kur populli bashkohet, shkruan në muret tona në kryesinë Tiranë. Edhe kjo është e vërtetë. Nuk është thjesht një slogan politik, por është një mesazh i qartë dhe i fortë që nuk ka fuqi më të madhe se kur populli bashkohet. Si është të punosh me zotin Dreti Klapaj? Ne shikojmë nga ekranet, është një djalë tepër energjik, mbledh podiumet më dha me qytetar, shpalos programin e tij, por vetvete si është të punosh me të? Është pak e vështirë apo është njëri që të kupton? Mund ta shpjegosh? Adriatiku është faktikisht nuk e ka filluar sot politikën. Është një figurë që ngjall besim. Ka një vizion të qartë. Kur punon me të është kërkues. S'mund të ishte ndryshe. Por është mbi të gjitha njerëzor. Kupton? Për mua, unë dua ta kuptoj që ai nuk ka një çerdhe dhe fëmijësh, por ka një mision politik edhe duhet ta kryej. Por mundohet gjithsesi të përshtatet çdo karakteri, se njerëzit janë karaktere të ndryshme, edhe nuk mund të kesh të njëjtën sjellje me të gjithë, por ai përshtatet çdo karakteri ose i përgjigjet çdo mesazhi, diçka që unë personalisht si Ledian nuk mund ta bëja. Është një njeri për të admiruar, do të thoja. Është, domethënë, dhe tek mesazhet që i çojnë qytetarët, i shikon të gjitha, i kthen përgjigje. Po, është e pabesueshme se si
arrin të gjej kohën të përgjigjet çdo mesazhi ose shiko, kuptohet edhe nga paraqitja e tij. Besoj se ka humbur 30-35 kg, gjithë kjo fushat ai është duke e bërë me zemër. Dhe që ranë sy në qytetin e Elbasanit ishe se sa po filluat ju i këndrita. Dhe jetë, domethënë, e menduar, po ishte diçka problematike. Është për të ardhur keq. Unë kam një njohje personale me zotin Latja, por politika të tilla, ndjekja e një rrugë të vjetër nuk na çon askundi. Mbi gjitha, si unë edhe shumë kandidatë të tjerë, jemi për zhvillimin e Shqipërisë edhe për zhvillimin e qarkut të Elbasanit, edhe ky duhet jetë fokusi jonë. Jo hajde t'i bllokojmë rrugën, edhe hajde t'i fikim dritat, kjo nuk sjell asnjë, nuk është politikë. Jo, është diçka e mirë që në Shqipëri të ketë fryma të reja, dhe padyshim që pse jo të kemi njerëz nga vetë shtresa mesatare e qytetarëve, domethënë një emigrant ku mendohet që ku ja ka dalur mban në një vend që nuk njihte njëri, nuk ka pas përkrahjen e dur dhe t'ja dalin mban me shumë vështirësi, patjetër që është një shembull i cili tregon që çdo kush që mund t'ja dalë atje, mund të sjellë një të mirë në vendin tonë. Kështu që figurat e reja gjithmonë duhen përkrahur, them unë, por besoj që ka ikur pak ajo koha kur në Shqipëri ka pasur 2 apo 3 parti. Tashmë vëret që edhe qytetarët kërkojnë, kanë filluar të jenë kërkues ndaj vetes. Kjo është gjë e mirë. Shumë qytetarë ndonë se më përpara gjatë fushatës kishte pyetje, okej, këtë e njoh, këtë se njoh, ndërsa tashmë ato duan të dëgjojnë programe. Domethënë mund të vinë shumë kandidatë edhe i thonë çfarë programi ke. Kjo është gjë e mirë sepse ata po fillojnë që të kërkojnë. Dhe kjo besoj që është diçka e mirë. Po e flas si enes, po nga ana juve nga politika nuk e di. Kjo pyetje ose ky informacion që ti më dhe në këtë moment mua më gëzon fakti që njerëzit janë kërkues. Nuk mund vish me duar në xhepa duke bërë politikë ose duke qerasur një gotë raki nëpër kafenet e lagjeve. Për mua politikani si profesion nuk ekziston. Në politikë duhen përfshihen teknokratë të ndryshëm, të fushave të ndryshme, që kanë një farë eksperiencë edhe të sjellin më të mirën për politikën shqiptare. Për mua duhen teknokrat, jo politikan. Politikan si profesion, unë nuk e kuptoj çdo thot politikan si profesion. Po një teknokrat, ai sigurisht që do sjellë më të mirën për komunitetin e tij. Si shikoni largimin e të rinjve? Shikojmë që është bërë në masë, të themi kështu. Çfarë programi apo një pikë të programit tuaj është për këta të rinj të cilët largohen? Ne kemi një pikë të fortë programi për të rinjt. Largimi i të rinjve vjen për shkak të politikave të gabuara të ndjekura gjatë këtij 34 vjeçari, mungesa e orientimit punësimit. Ne kemi një program, kemi një pikë në programin ton që nga klasa e 7 në shkollës fillore do ketë një drejtori për orientimin e punësimit. Atëherë, si funksionon kjo drejtori? Duhet të jetë personi në fjalë, duhet të jetë një psikolog, sociolog, mësues, që nesër do vi të takoj ty e të thojë, shiko këtu, fëmia jot ka mundësi të bëhet farmaciste. Edhe ne do të orientojmë në këtë rrugë, të bëhet farmaciste. Ama, do kemi edhe një ligj të përshtatshëm për të mbrojtur profesionet. Një farmaciste është farmaciste. Për shembull, këtu shumë farmaci kanë edhe një laborator. Kualiteti i shërbimit nuk është ai i duri, se nuk janë laborante. Ka laborantë që janë pa punë. Kjo mbase është dhe për faktin sepse shumë laboratorë po themi kanë marrë me koncesion privat, ka shumë studentë të cilët kanë marruar për laborantë gjaku dhe sot janë pa punë. Që të jemi qartë, nëse Shqipëria bëhet nesër do të vinte në qeverisje mas datës 11 maj, ne do të votojmë një ligj për mbrojtjen e profesioneve.
Një elektricist nuk mund të bëhet hidraulik, një hidraulik nuk mund të bëj izolime. Ne do të mbrojmë profesionet, por do të orientojmë edhe njerëzit në profesionet të ndryshme. Por ai sa ka nevojë çdo treg, duhet bërë një studim i mirë fill se për shembull për sa profesionist hidraulik ka nevojë qyteti i Prenjasit, për shembull, ose ai i Peqinit. Edhe do japim licencat për persona të caktuar. Nuk mund të kemi në Peqin 200 hidraulik, nuk do punojnë. Nuk kupton? Kjo është ideja. Pyetja ishte se si do të mbrojmë biznesin. Siç e thash më parë, mbrojtja e profesioneve, mbrojtja e profesionit. Ne kemi një numër të caktuar biznesësh në Elbasan. E zëm një biznes që prodhon ulluqe për mbledhur ujërat nga çadit. Mund të kemi maksimumin në Elbasan 10 firma të tilla. Këta sigurisht që do paguhen më mirë, sigurisht që do japin një shërbim me kualitet më të lartë, edhe nuk do ndihen të kërcënuar nga tregu informal. Më kupton? Kjo është mbrojtja ndaj tyre. Por do jenë gjithmonë në survegjim që punëtorët që janë të regjistruar në këto biznese çdo muaj duhet të paraqesin një pasqyrë ekonomike ku janë pagesat, janë derdhja e sigurimeve shoqërore në arkat përkatëse e me radhë. Deri edhe te kualiteti i shërbimeve. Nëse një biznes nuk ofron shërbimet e duara, për shembull një firmë që është e certifikuar, ka marrë licencën për të ndërtuar ashensor. Sa ashensore kemi këtu në Elbasan që bllokohen çdo ditë? Atëherë detyrimisht ne do detyrohemi si shtet të heqim licencën. Ose ta detyrojmë të përshtatet në normat më të larta evropiane, siç janë ISO, ai ti përmbahet normave teknike. Qartë? E kuptova. Shiko, të gjitha partitë në këtë fushat janë patjetër duke dhënë premtime, dikush të thotë që do t'i çojnë pensionet 800 euro, dikush 200 euro. Pensionistët, sa do të ndehen të vlerësuar nga Shqipëria bëhet, të themi kështu? Ne jemi forca e parë politike që kemi propozuar pensionet 200 euro, minimumi i pensioneve 200 euro. Si mas avokatit popullit, pension minimumi jetik në Shqipëri do të jetë 210.000 lekë të vjetra. Kur ne propozuam pensionet 200.000 lekë, kryeministri i madhërishmi doli dhe tha janë sude, mos i besoni, pastaj na thanë që jemi edhe Aladina, fluturoj me qilima. Përfundimisht, programi jon politik e ka dhënë efektin e tij, afërsisht ose pothuajse të gjitha partitë politike kanë adoptuar programin ton politik. Të kalojmë pak diasporës si duket, takimet me diasporën si janë. Neve shikojmë që janë të shumtë ata persona të cilët ju përkrahin. Nuk do bërja një ndarje. Diaspora është entuziasme në çdo shtet që shkojmë. Na mbështesin shumë, edhe besoj se është drita jonë e rrëfimit. Është pikërisht diaspora. Ata shpresojnë shumë tek ne, edhe ne do japim më të mirën. Dhe për këtë ju jap fjalën edhe nga ky podcast që do bëjmë më të mirën e mundur për t'i kthyer ata një ditë në shtëpitë e tyre. Jeta jonë është këtu. Ne duhet jetojmë këtu. Si shikoni Elbasanin lidhur me një qeverisje vendore këto vitet e fundit? Diçka që kur erdhe, me njëherë të zuri syri. Jo vetëm në Elbasan, por në çdo qytet tjetër. Unë do të doja që këtë intervistë ta bënim rrugës. Shiko rrugët e Elbasanit, rrugët e Vlorës, të Fierit, të Tiranës, në gjitha të hapura. I ke vëndre, nuk po gjenjej. Çdo vend është një kantier punimi. Pikërisht në prag të hapjes së sezonit turistik. Për çfarë arsye? Vetëm për të marrur pasaportën evropiane, për t'ikur. Kjo është oferta atyre.
ta bëjmë jetën më të vështirë, më shumë plurë, më shumë sëmundje. A mendoni që kryeministri Rama po thot vërtetën lidhur me këtë situatë, sepse ne dëgjuam dhe disa lajme të mediave serioze europiane, të cilët kanë thënë që Bashkimi Evropian nuk është gati që të përhapet akoma dhe më tej dhe nuk do të ketë shtetet e tjera të cilët do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërsa nga ana tjetër kemi kryeministrin i cili shpreh që në 2030 neve do të jemi europian. Ne po e marrim kështu. U bëm evropian. Kush është premtimi? Ikja. Se marrja një pasaportë do të thotë të jetosh brenda territorit shqiptar, ne nuk na duhet një pasaportë. Për çfarë na duhet pasaporta? Për bërë pushime. Kush ka lek bën pushime. E zëmë shkojmë sot tek ambasada amerikane, në qoftë se ti do një vizë turistike, do të kërkojnë një llogari bankare, shikojnë sa të ardhur a ke. E ke marrë pasaportën. Me fjalë, ekonomia është pasaporta. Pasaporta në thelb, se kjo është një mendim djallëzor, ta boshatisim Shqipërinë. Por këta gabojnë sepse ikja masive e njerëzve. Unë duhet pyesja këta që kanë ndërtuar kaq biznese në kurriz shqiptarëve, me lekë të shqiptarëve, cilët klientë do kenë? Ata që do vinë nga Bangladeshi? Nuk besoj. Që janë konsumatorët më të mirë. Tjetër Elbasanit, cilat do të jenë projektet në të cilën dëshirojnë që të hedhësh në këtë qytet, që të lesh gjurmët tuaj? Elbasani ka qenë edhe është ose cilësohet në Shqipëri si një qytet industrial. Edhe pikrisht ato do bëni. Këtu të sillni një industri të zgjuar, të mirë orientuar në produkte të ndryshme që nesër të gjeni direkt treg. Shqipëria ka një shans të artë për momentin të bëj partneritete me firma të ndryshme duke synuar tregun amerikan, që kemi një taks vetëm 10%. Po fermerë, si i shikon? Duhet të themi që shumica për tyre janë duke u ankuar për shkak të mungesës së tregut. A ka një pikë të programit tuaj që ka dhe fermerët, padyshim? Ne kemi një program të posaçëm edhe për fermerët. Ne si qeveri do të subvencionojmë për kilogram, për çdo kilogram 150 lekë të vjetra për kile. Në qoftë se Shqipëria do të vinte nesër në qeveri, fillimisht do të fillonim me klasifikimin e zonave. Që të ndajmë zonat turistike, me zonat malore, edhe zonat bujqësore. Tani, mbas klasifikimit do të vazhdonim të orientonim në politika të shëndoshta edhe prodhime që i përshtaten zonës. Si edhe programe subvencionuese do ishin të orientuara në zona të ndryshme. Si shikoni dy forcat politike më të mëdha në vend? A mendoni që ka ardhur momenti që të zëvendësohen? Dhe si e mendoni që pas kaq shumë vitesh përpiqen që të jenë në një post apo të marrin përgjegjësi akoma? Jo vetëm ka ardhur momenti, por nuk kanë çfarë të japin, janë lodhur. I ke vënë re kohët e fundit? Kanë nxjerrë një figurë të re, nuk është figurë e re, është e njohur në TikTok, por e kanë nxjerrur vetëm për llafe. Shfrytëzojnë fatkeqësinë e tij familjare që ka motrën smur, edhe mundohen ta përdorin për fushat zgjedhore. Kjo është për të ardhur keq. Kjo është një politikë shumë e ulët, që nuk i shkon për shtat shqiptarëve. Nuk është karakterin tonë. Jo, në karakterin tonë nuk është, po kjo është shumë e ullët. Është shumë e ullët të përdorësh një njeri që ka shumë probleme në familje, edhe vështirësi familjare, ta përdorësh për fushat, edhe sigurisht që një njeri i dobët si Vrenozi, i dobët nga ana ekonomike, jo nga ka treguar një karakter të fuqishëm, përderisa një njeri kujdeset për motrën e tij të smur kaq vite, unë e admiroj, por sigurisht që ai shpreson atë qoftë edhe një ndihmë e vogël ekonomike që ai shiko, po plaket edhe ai. Ke vendre është thinjur. Kupton? Edhe këta po e përdorin në të dyja palët. Nuk është e drejtë për mua.
Nuk e di, është shumë e ullët politikisht përdor, është një person që ka probleme familjare për fushat. Po kjo gjua në të cilën kryeministri është duke folur si duke i quajtur meshkujt qyryk apo dhe fjalën autizëm në të cilën përdori, ku ngritën dhe shumë debate mediatike, por dhe opinioni publik ishte temasi i shqetësuar, veçanërisht u prekën ato familje të cilët e vuajnë këtë të fundit. Çdo sjellje e jona ka dhe një çmim. Kryeministri do ta paguajë për këtë. E do ta paguajë pikërisht nga njerëzit. Unë personalisht si Ledian distancohem nga sjelljet e tilla, për mua kjo nuk është politikë. Po nga krau tjetër, si e shikoni politikën? Unë besoj se në qarqet e politikës amerikane, Shqipëria është në shkronjën Z, ose nuk përmendet fare. Lasivita, si çdo lasivita tjetër që vjen këtu, si për Berishën edhe për Ramën, frym pak portofolin edhe ikin. Shqipëria mbetet ajo që është, Shqipërinë e bëjmë ne, shqiptarët, kjo është vendi jonë, kjo është shtëpia jonë, vetëm ne e bëjmë. Shqipëria është sa një lagje, sa Berlini, ose mos, s'po them Berlini, se Berlini është një qytet i fuqishëm, po doja të thosha që është Shqipëria për momentin është sa Selaniku. Haj sa flasin për Selaniku në Amerikë, flasin edhe për Shqipërinë. Për lidhur me arrestimet e fundit që janë duke u kryer. Si e shikoni? Spaku ishte edhe ditën e sotme në qytetin e Elbasanit, janë duke vepruar në forma shumë efikase dhe pyetja e fundit e imja është: a mendoni që vota do të mbrohet? Sidomos ajo e diasporës. Përgjigjen për pyetjen e parë, unë kam besim ke drejtësia, por kam edhe rezervat e mia. Sigurisht që unë nuk jam dakord një person që ka vjedhur 20 milion euro, dënohet 3 vite. Kjo është një lavatrice e pastër. Është si një studio legalizimesh që hajde se po legalizojmë vjedhjen tënde edhe jeta vazhdon. Për sa i përket votës së diasporës, besoj se një kompani serioze si ajo DHL e Gjermanisë nuk lë shumë për të komentuar. I ka dhënë provat e veta, kaq vite. Vota diasporës është e sigurt, por shpresoj që të jetë e sigurt aty ku do numërohet. Për sa i përket votimeve në brenda kufive të shtetit ton, fushata është e qetë, për të drejtën. Mua nuk më pëlqen të hedhim balë të kot. Fushata është e qetë edhe kjo pikërisht për vjen nga njerëzit. Njerëzit janë më të qetë. Besoj se pak a shumë e kanë kuptuar. Edhe do flasin ditën e fundit. Duhet të pyesja rreth një ngushtë miqësor apo familjar, si u shpreh ku mori vesh që juve do të ishit një ndër kandidatët për deputet në zgjedhjet e 2025-s? Ja, po i shikoj edhe në sy, ishin shumë entuziast, edhe i falenderoj shumë, kanë nxjerrur një video për t'i falenderuar, zemra plot. Të gjitha mesazhet ishin inkurajuese edhe suportuese. Vazhdo. Nuk kam marrë asnjë mesazh kritik. Asnjë mesazh kritik. Kjo është diçka e mirë. Unë e shpresoj që të kemi sërish në studion tonë dhe pas zgjedhjeve, duke ju uruar suksese, të doja që të kishit dhe një mesazh kundrejt qytetarëve të Elbasanit. Cili është mesazhi juaj kundrejt tyre? I ftoj të votojnë masivisht, nismë Shqipëria bëhet, të vrasin frikën, edhe t'ju them që ka akoma shpresë dhe Shqipërinë do ta bëjmë, me sloganin mirëqenie për të gjithë. Kur ka mirëqenie për të gjithë janë mirë, të gjithë janë të lumtur, edhe çdo gjë do shkojë mbar. Personalisht ju falenderoj, do ishte kënaqësi e veçantë të takohemi përsëri mbas zgjedhjeve. Faleminderit.
Të dashur shikues, neve ishim ditën e sotme me Ledian Amatin, një ndër kandidatët të cilët është duke kandiduar për deputetën në listën e nismës Shqipëria bëhet. Neve ju urojmë shumë suksese, shpresojmë që të jesh një zë i fuqishëm për qytetarët e Elbasanit dhe jo vetëm për çfarë do lloj padrejtësie që i është bërë atyre në kurrizë të këtyre viteve, duke ju uruar suksese. Neve do të shikohemi sërish në podcastin tjetër me një kandidat tjetër. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.